po shifet protesta e transportit publik. Janë pjesë trafiku urban, si kompani publike edhe sektorit privat, edhe sot vazhdon edhe tuti deri në alokimin e mjeteve bërë që të ruhet komunat të shlyp borxhet ndaj trafikut urban edhe operatorëve privat. Deri në këto momente që po flasim, sipas gjitha informatave, vendimi që është marrë ditën e njëjtën nga Asambleja Komunale për bartjen e të hyrave vetanakët për vitin 2024 në vitin 2025, që arrin deri asaj shume 28 milion, është dërguar nga komunat tek Ministria e Financave. Po presim për Ministrisë Financave për ta kthyer atë disciplina me pozitivitet për ne, gjë që i alakon mjetet, ato mjetet që është ai vendim t'ja bëj bartjen e komunës, e komuna mbrapa t'i bëj bartjen në për sektorit tonë edhe për sektorit privat tjerë. Deri në ato momente që nuk alokohen mjetet, borxhet për të shlyerë në borxhet. Tani komuna i detyrohet ndaj trafikut urban 2.4 milion. Borx, neve do të pretestojmë pa ndërprer deri në ato momente. Po shpresojmë edhe mbetem me shpresë, dëshirojmë me komunalizu që sa të realizohet ajo bartja e mjeteve në llogaritë tona, ne do të fillojmë punën. Kështu që i njoftojmë përmes mediat gjithë qytetarët e Prishtinës, ju kërkojmë kërkim fort, paktën për pjesa nuk ishim në shërbimtyre edhe për detyniotit, jemi mirënjohës për çdo kohë edhe më na fal për çdo gjë e keqe që ka ndodhur. Jo me dashin tonë, na ka imë punu kjo, po shpresojmë se sot apo nesër mos u reflektojmë të mirë. Në momentin që alokohen lek parët, neve do të dalim punë. Por neve gjysore na duhet për të rikuperuar për me të punë. Andaj, deri në ato momente që bëhen barët, i kërkojmë 10 qytetarë. Në ato momente do të fillojmë punë. Është për njoftim edhe për qytetarët, sa po të mbaroj puna e bartjes mjeteve tona, për të shlyerë borxhet tona, na do të fillojmë me punë. Mbesëm me shpresë do të duhet shumë shpejt. Faleminderit. Me Ministrinë e Financave kena pas vetëm një ditë takim, po pritet se vetë janë zotu, edhe a ditë janë zotu për ta votuar vendimin, gjithë ndodhi edhe në votim vendimin, nuk pa darje. Edhe i falenderojmë gjithë ata që kanë votuar për 39 deputetëve ase asamblejës së saj që mana 38 votuan. Andaj po shpresojmë që ministria sot do ta bëjë bartjen. Neve kemi një marrëveshje kontraktuale me komunën. Pronari kryesor ndaj marrëveshjes është komuna. Ministria detyrimisht i ka borxhin komunës, apo ja alokon mjetet komunës, se komuna do ta bëjë bartjen për ne. Andaj, na si vend nisje e kemi komunën, edhe kryetari i komunës është për neve gjithçfarë me komunën, se marrëveshja kontraktuale është e lidhur me komunën, jo me ministrinë. Andaj, mbesim me shpresë se do të fillojë shumë shpejt. Faleminderit edhe ju.